Radio 1 ju prezanton ciklin e temave Mos u trishto. Vendimi dhe përcaktimi. Kadaja dhe kaderi. Nuk ndodh asnjë fatkeqësi në tokë e as në trupin tuaj, e që të mos jetë në shënime para se të ndodhë. Ngjyra e lapsit u tha, e ushter. Fletushkat u lartësuan në vendin e sigurt, vendimi i çështjeve mori fund dhe shënimet u caktuan. S'na godet asgjë tjetër, përveç asaj që na është caktuar nga Allah. Fatkeqësia që të goditi nuk ka mundur që të mos godas, e ajo që nuk ka goditur nuk ka mundur të të gjejë. Me të vërtet nëse ky hadith i mësipërmi i Muhamedit zëvend në besimin tënd që ushqen zemra jote, ngulitet në damarët dhe shpirtin tënd, atëherë fatkeqësitë që kanë qenë caktuara të ndodhnin dhe që nuk ke mundur t'u shmangesh e t'u largohesh, shndrohen në fatmirësi. Thot i dërguari i Allahut: atë që Allahu ja do të mirën e sprovon. Prandaj nëse dëshiron të mbetesh robi i dashur i Allahut, mos e prish zemrën nëse të godet ndonjë e keqe. Qëndro besimtari pa luhatur dhe durimtari fort përballë të këqijave. Mos u shqetëso dhe trishto së tepërmi për shkak të sëmurjes që të zuri, e për shkak të vdekjes që të mori, për pasurinë që humbe apo për shtëpinë që ta shkrumboi zjarri, sepse kështu ishte vendimi dhe caktimi i Allahut, që patjetër duhej të bëhej. Kjo është ajo që zgjodhi Allahu për ty, dhe zgjedhja i takon vetëm atij. Ne s'kemi të drejtë t'i kundërshtojmë zgjedhjet e tija, se sa do të hidhura dhe të rënda qofshin, ato janë në të mirën tonë. Megjithatë, mendja jonë është e kufizuar dhe ne s'kemi zgjuarsi t'i kuptojmë ato kur na godasin. Ti vetëm pajtohu me atë që Allahu ndau për ty, se shpërblimi do të jepet dhe mëkatet do të përfalen. U lumt atyre që janë të palkundur ndaj fatkeqësive dhe që pajtohen me atë që marrin nga Allahu. Ai, Allahu, nuk pyetet se çka punon, po ata, njerëzit, pyeten. Kur nuk do të qetësohet zemra, e as nuk do të rreshtin përshpëritjet e brendshme, e as nuk do të largohen ngacmimet e gjoksit përderisa të mos kesh besim të plotë në vendimet dhe përcaktimet e Allahut. Prej orëve të lindjes e deri në momentin e fundit, parashuarjes së lëvizjes tënde. Gjithçka që do të shohësh, do të prekësh, e mbi të cilën do të ecësh, të është caktuar. Jeta jote është e përmbledhur dhe e përmbyllur në librin tënd, të cilit ti asja njeh fletët dhe kapakët, libër që gjendet në vend të sigurt të mbrojtje dhe që shënimet e tij përfunduan qysh para lindjes tënde. Pra mos e humb veten, e as kohën duke menduar, si kur ti isha munduar do ta kisha ndaluar murin të rrëzohet dhe krojnë do ta kisha ndaluar të shpërtheje të rrjedh. Erën do ta ndaloja të fryj, qelqin do ta mbroja që të mos thyhej. Ky tru nëse mendon rreth çështjeve të tilla, s'është në rregull, dhe mendimet të tilla janë trillime. E domosdoshme është që caktimi të realizohet e të bjerë mbi ne. Vendimi do të zbatohet. E kush të doj, le të besoj, e kush të doj, le të mohoj. Dorëzoju caktimit të Allahut dhe gjunjëzoju vendimit të tij, para se të mbulojnë të ligat me radhë dhe para se të vajtosh dhimbshëm. Paranoj me dëshirë nga qetësimi shpirtëror dhe nga gjerësia e zemrës, para se të kaplojë pendimi i kotë, se ato kanë për të ndodhur. Pra nëse i ke bërë të gjitha përpjekjet, e ke shpenzuar energjinë dhe mundin, pastaj përsëri të goditi ajo së cilës i ruheshe me kujdes, do të thotë se mua jo është dashur të ndodh. E mos thuaj, si kur të kisha bërë kështu e ashtu, do të ishte kështu e ashtu, por thuaj, ky ishte caktimi i Allahut, dhe ajo që ai dëshiron, bëhet. Vërtet,
Pas vështirësisë vjen lehtësimi. O njeri, dije se pasurisë vjen ngopja. Pas etjes ke ujin freskues. Pas lodhjes së tepërt të kaplon gjumi. Pas sëmundjes vjen shërimi. I humburit do të triumfojë. Robi do të lirohet nga prangat e robërisë. I devijuari do të udhëzohet. Dhe pëlhura e territ do të ngjitet lart e do të zhduket. Ki shpresë tek Allahu, se ndoshta Allahu ta sjell fitoren e ti qel dyert e çështjeve të vështira nga ana e tij. Nata të përgëzon me një mëngjes të vërtet duke humbur pas majave të kodrave të larta. Përgëzoje të kapluarin me goditje për zgjidhjen e nyjeve të tij, e cila arrin me shpejtësinë e dritës, sa qele mbyll syt. Tregoj shpres humburit për dorën për këdhelse që e pret dhe për butësinë e lehtë që do ta prek. Kur të ecësh në shkretir dhe të shohësh se gjatësia e saj veç po zgjatet e zgjatet, dije se pas asaj të pret kopshti i gjelbër me drunj të shpesht që të sigurojnë hijet holla të freskëta. E kur të shohësh se litari trash veç po hiqet e hiqet, dije se në fund ai kputet. Vërtet pas lotit ke buzëqeshje, pas frikës ke paqen dhe sigurinë, e pas drejtimit tënd nga krijuesi të vjen qetësimi. Zjarri i tmerrshëm nuk e dogji Ibrahimin, nga se Allahu ja qeli dritaren e mbrojtjes e që ishte i ftohtë dhe shpëtues. Po ashtu deti i tmerrshëm nuk e mbyti Musaj, sepse zëri i tij i fuqishëm dhe i sinqert përshpëriti. Kurse si, me mua është Zoti im, ai do të më udhëzojë. Me të vërtet njerëzit të cilët bëhen rob të së keqes dhe që ushqejnë atë me lot dhe pikëllime vrasëse, nuk shikojnë tjetër pos mureve të dhomës së tyre dhe derës së shtëpisë së tyre. Sa dritë shkurtër që janë, e kështu pa mëshirë e vrasin shpresën që duhet të mbetet e gjallë. Thuaju, o njeri, ti që më kupton, hidhe shikimin pak më larg, atje pas perdeve, dhe çliroje trurin deri atje pas mureve. Ndaj mos e humb veten, bëu vigjilent dhe qëndro guximshëm se çdo fillim ka edhe mbarimin e vet. Adhurim më të preferuarit ke pritjen e fitimit dhe daljen nga ngushtësia. Ditët rrotullohen, ca për ty e ca kundër teje, dhe koha ka rrotullimin e vet. Netët janë si 7 zëna, lirohen një ditë nga barët e tyre. E panjohura është e mbuluar, e Allahu i madhëruar në çdo moment është i angazhuar në çështje të reja. Fal mëkate, largon brengosje, jep jetë, jep vdekje, krijon gjendje, zhduk të tjera. Ti nuk e di. Allahu pas asaj mund t'i jap diçka rishtasi, dhe me të vërtet, pas vështirësisë, ka lehtësim. Nxjerr nga limoni pijen e ëmbël. I mençuri humbjet i shëndron fitore, kurse ignoranti frikacak, një fatkeqësi mbi kokën e tij e rrit dhe dyfishon. Kur pejgamberin e dëbuan prej Mekës në Medinë, ai atje themeloi shtetin e ri që shndriti dhe për ta lexoi një histori. Kur Ahmed ibn Hanbelin e torturuan dhe e burgosën, ai nuk qëndroi duar kryq në burgun e tij. Por nga ajo shtëpi e zeze me dhomat e errta, doli si prijesi i haditheve të Muhamedit, ku deri në ditën e gjykimit, dituria e tij do të qëndrojë në shërbim të muslimanit. Serehsiun, komentatorin më të njohur, e hodhën në një pus të thellë të thatë. Por nga ajo thatësi doli dhe nxori 20 vëllime në jurisprudencën islame, ku nga ky frut rrjedh kroi dobis për gjithë studiuesit. Ibn el-Gjauziun, njërin prej dietarëve më të famshëm musliman, e dëbuan nga Bagdadi.
por largimi nga vendlindja se pengoj të bëhet ndërlexuesit më të mirë të Kuranit famlart. Më dëgjo mirë. Nëse mbi ty bie në rreth e zeza, bindu se nga njëra anë e tyre do të shkëlqejë drita. Nëse dikush të jep lëngun e thartë të limonit, shtoja sheqerin. E nëse dikush të dhuron si peshqesh gjarprin, mos e refuzo. Pranoje dhe shfrytëzoje lëkurën. Nëse të kafshon akrepi, dije se nga helmi i tij do të kesh dobi kundër helmimit të gjarprinjve. Pra në momentet e vështira mos e humb, jetoj në mënyrën më të mirë. Mos e ndërprit aktivitetin tënd, se nga kjo kohë do të mund të mbjellësh trandafila dhe jasmina me erë të këndshme. Por mund që ta urreni një send, e ai është shumë i dobishëm për ju, dhe mund që ta doni një send, e ai është dëm për ju. Franca para revolucionit të saj të ashpër i burgosi dy poetë të lartë, njëri optimist dhe tjetri pesimist. E ata të dy nxorën kokat e tyre nga dritaret e burgut. Optimisti ja lëshoi një shikim yjeve dhe qeshi. Pesimisti ja lëshoi një shikim dheu të rrugës fqinje dhe qau. Shikon anën tjetër të fatkeqësisë, nga që e keqja nuk ekziston vetëm, por aty ka të mira, liri dhe shpëtim. A nuk është ai që i përgjigjet nevojtarit kur ai e thërret? Te kush drejtohet lypsi i pikëlluar? E te kush mbështetet i lodhuri dhe i raskapituri? Përpara cilës fuqi shtangen krijesat? Zërat kur brorasin, cilin përkujtojnë, zemrat cilin dëshmojnë. S'ka dyshim se të gjithë ne, në çfarëdo gjendje të jemi, i drejtohemi Allahut, i cili është i vetmi i denjë për asistencë. Është borxhi imi dhe i yti vëlla, që Allahun ta thrasim në vështirësi e në lehtësi, haptazi e fshehurazi, në terr e në dritë, në vetmi e në shoqëri. Të trokasim në derën e mëshirës së tij, sepse ai nuk e kthen lypsin duar bosh. Le të derdhim lotin e pastër nga frika dhe devotshmëria ndaj tij, e të qëndrojmë të porulur përballë fuqisë së tij. Kuptoje, o njeri, se ndihmën dhe mëshirën e Zotit s'ka kush ta pengojë. A nuk është ai që i përgjigjet nevojtarit kur ai e thërret? Nëse gjendesh në thellësirat e detit gati për t'u mbytur, përkujto emrin e tij me përsosmëri e sinqeritet, se Allahun aty e ke, e si e vetëm. Kur hipin në anije, u kputet lidhja me tokën dhe friksohen, i luten sinqerisht Allahut. Mos u vetmon mendime, se të gjitha lidhjet mund të kputen dhe të coptohen përveç lidhjes së Allahut. Të gjitha dyert mbyllen dhe shkretohen përveç derës së tij. Allahu është afër teje, të dëgjon kur thret dhe të përgjigjet kur e lut. Të urdhëroj ty e mua e të gjithë neve që jemi të varfër, të dobët dhe nevojtar për afrinë e mëshirës së tij. Allahu është i pasur, i fuqishëm, i vetmi. Ai s'ka nevojë t'i ofroj dikush ndihmë. Na mësoj si t'i lutemi. Më thirrni mua, unë u përgjigjem lutjeve tuaja. Kur të godasin telashet dhe shqetësimet, mos nguro që ta thrasësh Allahun fuqiplot. Thirre me emrat e tij të bukur. Kërkoje ndihmën e tij, rehatin dhe mbështetjen nga ai. Mundësoja ballin të puth dheun dhe fytyrës të bjerë në tokë. Tregoj vetes se je rob i tij, që të lirohesh nga robëria nga të tjerët. Shtrij duart, ngrij shuplakat, zgjidhe gjuhën, shpeshtoje lutjen, kërko shumë, insistoje ngul këmbë, prite mirësinë e tij,
fitoren e ti, përmbaju emrit të ti, përmirësoje mendimin për të, përkushtoju ati, ktheu nga ai fuqishëm që të bësh i lumtur e të shpëtosh. Fundja që ndron në shtëpinë tënde. Largohu nga e keqja dhe njerëzit që ushqejnë atë. Qëndro larg atyre që s'din ta vlerësojnë kohën. Kur të hasësh në kësi lloj grupesh, shpejto pak më tepër në të ecur dhe fute kokën në qerdhen tënde, në shtëpinë dhe kopshtin tënd. Kështu do t'jesh më i qetë, truri të pushon më mirë. Zbukuroje mendjen dhe zhvilloje me gurët e çmuar të Kuranit famlart që syt të depërtojnë më mirë në përqoshe e ta njohësh oqeanin shkencor të Islamit. Vërtet, të izolohesh nga çdo gjë që të largon nga e mira dhe respekti është ilaç i fuqishëm dhe i suksesshëm për qetësimin dhe rehatin shpirtëror. Dhe unë po ta këshilloj fuqishëm të ilaç. Të largohesh nga e shëmtuara dhe e kota, do të thotë të pushosh trurin, ta ngresh ligjin e frikë respektit, t'ja festosh ditëlindjen pendimit dhe përkujtimit. Takimet e lavdëruara vërtet janë ato gjatë namazeve dhe tubimeve të diturisë dhe solidaritetit të mbarë, ndërsa nga tubimet boshe dhe të kota të kesh kujdes. Ik me lëkurën tënde, qaj për mëkatin tënd, kontrollo gjuhën. Le të mjaftoj shtëpia jote. Nga se të përzihesh me barbarët do të thot ta luftosh me dhunë shpirtin tënd, ta kërcënosh rrezikshëm botën e sigurisë e të qetësisë së shpirtit tënd. Kjo sepse ti po ulesh me padronët e thashethemeve, me mjeshtrit e mashtrimeve dhe me mësuesit që të përgëzojnë me sprova, te lashe e kokçarje derisa duket se vdes për çdo ditë nga 7 herë para se të arrijë vdekja e vërtet. Edhe sikur të dilnin me ju, ata as do t'ju shtonin tjetër pos nga tërresës. Prandaj, shpresa ime e vetme është që ti t'i qasësh çështjes tënde dhe t'i izolohesh në dhomën tënde. Veç nëse ke ndërmend të flasësh atë veprosh mirë, me çrast do të vëresh se si zemra jote do të kthehet te ti. Shpëtoje kohën nga kaosi, jetën nga pakuptimësia, gjuhën nga përgojimi, zemrën nga shqetësimi, veshin nga vulgariteti, shpirtin nga mendimi i keq, e kush provon ja del. Ndërsa ati që hyp në transportet e iluzioneve dhe shthuret me të tjerët, thuaj selam.